kur janë të zakonshme këto. Dhe të mos harrojmë që ky zanat është i paligjshëm, quhet prostitucion dhe dënohet nga ligji. Mos ta harrojmë këtë. Por ka ardhur dhe një mesazh tjetër. Edhe ky mesazh ndaj po e bëj edhe këtë ditar sot me ju në YouTube, sepse reaguan më një herë dhe reaguan dy vajza duke treguar që janë eskorta. Mesazhi i dytë thotë: "Majku të shofi punët e veta, se punët tona ne eskortat i shohim vet. Unë quhem Benita." O, nxora emrin duket. Jo. Dhe në Instagram kam emër tjetër. Dhe krejt fotot i kam si zonjë dhe jo si modele. Sepse po deshe meshkuj me nivel, me lek të madh, nuk duhet me qenë lek të madh, duhet mos me qenë porno, ama duhet jesh femër me klas. Sepse ata, bashkë me ty, do dalin për darka, dreka, do dalin në Milano, në Vjenë, ndërsa me modelet me brek dhe me byth jash, nuk del kusht për dreka dhe darka. Thjesht i konsumojnë në hotele. Imagjinoni pak, ka dhe racizëm mes eskortave. Pra mesazhi i dytë thotë që ne nuk duam të, thot eskorta, të më marrin për modele, sepse sipas saj modelet bëjnë foto gjatë gjithë kohës të zhveshura duke ekspozuar trupin e tyre. Ndërsa unë, thot ajo, unë jam një eskort, por jam zonjë. Vishem si zonjë, silem si zonjë. Sepse, po deshe meshkuj me shumë para, vazhdon mesazhi, duhet të dukesh si zonjë. Sepse, thot ajo, në vazhdim mesazhit, ajo me klientët deklaron që del dhe për darka dhe për dreka, madje në vende ekskluzive, siç është Vjena apo Milano. Ndërsa ata që i quajnë veten modele dhe shesin thjesht trupin e tyre, nuk dinë pra të bëjnë zonjën, ato janë mall konsumi, pra dhe mbarojnë punë nëpër hotele. Erdhi kjo ditë, i dëgjuam edhe këto gjëra, i lexuam edhe këto gjëra. Tani po pres komentet tuaja këtu poshtë. Imagjinoni pak, erdhi momenti që të thuhet se eskortat maskohen si modele, po ndërkohë janë eskortat që kthejnë përgjigjen, thojnë jo, nuk duam të na merrni për modele, sepse ne vishemi dhe sillemi si zonja, dhe jo porno, si fotot e modeleve, me trupin e tyre jashtë 12 muaj të vitit. Lidhemi në puntatën tjetër të ditarit në YouTube. Faleminderit!